Pas suksesit të edicioneve të mëparshme, një nga reality show-t më të ndjekura në Shqipëri, Ferma VIP, po përgatitet të nisë sezonin e tretë. Lajmi ka ngjallur emocion të madh tek fansat e programit, pasi organizatorët kanë konfirmuar emrat kryesor që do të jenë pjesë e këtij formati, duke rikthyer një nga moderatorët më të dashur të ekranit shqiptar dhe duke futur një figurë të re si opinionist. Sipas burimeve të sigurta, Arbana Osmani do të rikthehet në rolin e moderatorës së Ferma VIP 3. Duke marrë përsëri drejtimin e një prej programeve më të ndjekura të televizioneve shqiptare. Arbana, e njohur për profesionalizmin, karizmën dhe aftësinë për të krijuar një lidhje të fortë me audiencën, pritet të sjellë edhe këtë vit një dimension të veçantë në moderimin e formatit. Moderimi i Arbana Osmanit njihet për stilin e saj të qetë, të vendosur dhe të drejtpërdrejtë. Ajo di të balancojë tensionin e situatave të konfliktit me momente argëtimi dhe emocioni, duke e bërë çdo episod të pasur me dinamika të ndryshme. Me rikthimin e saj, audienca pritet të përjetojë sërish një eksperiencë të plotë, ku emocionet dhe surprizat janë të garantuara. Por, Arbana nuk do të jetë e vetme në drejtimin e këtij formati. Producentët kanë vendosur të shtojnë një element të ri duke futur Luiz Ellin si opinionist të Ferma VIP 3. Luiz Elli është një figurë e njohur e muzikës dhe showbizit shqiptar, i cili gjatë viteve ka treguar jo vetëm talentin e tij në muzikë, por edhe aftësinë për të komentuar dhe analizuar situata të ndryshme të personazheve publik. Roli i opinionistit në Ferma VIP është kyç, pasi ai nuk merr pjesë direkt në lojë, por komenton, analizon dhe ofron një këndvështrim të brendshëm mbi dinamikën e banorëve. Luiz Elli pritet të sjellë freski dhe dinamizëm në panelin e diskutimit, duke ofruar komente të sinqerta dhe analiza të thella mbi marrëdhëniet, strategjitë dhe emocionet brenda fermës. Sezoni i tretë i Ferma VIP premton të jetë më interesant se kur më parë. Producentët kanë deklaruar se do të ketë surpriza të shumta, sfida të reja dhe risi në format. Banorët e këtij sezoni janë selektuar me kujdes, duke përfshirë fytyra të njohura nga televizioni, muzika dhe rrjetet sociale, të cilët pritet të sjellin emocione dhe konflikte që do të mbajnë audiencën të lidhur me ekrani. Një nga ndryshimet më të rëndësishme të këtij sezoni do të jetë interaktiviteti me publikun. Shumë prej vendimeve brenda formatit do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë nga votat e shikuesve, duke i bërë ata pjesë të rëndësishme të dinamikës së fermës. Kjo ka bërë që pritshmëritë të jenë edhe më të larta për rolin e Arbana Osmanit si moderatore, pasi ajo do të duhet të ndërveprojë me audiencën dhe të menaxhojë momentet e tensionuara me stil dhe diplomaci. Paneli i opinionistëve do të ketë një rol vendimtar në interpretimin e situatave brenda fermës. Luiz Elli, me përvojën dhe sensin e tij artistik, do të ofrojë perspektiva të reja mbi strategjitë dhe marrëdhëniet ndërpersonale të banorëve. Kjo pritet të shtojë tension dhe intrigë në program, duke bërë çdo episod të pasur me diskutime dhe debate që mbajnë audiencën të angazhuar. Përveç sfidave të përditshme dhe aktiviteteve të fermës, sezoni i tretë do të eksplorojë edhe temat e jetës rurale dhe bashkëtesës brenda një komuniteti të mbyllur. Banorët do të përballen me situata që kërkojnë bashkëpunim, por edhe strategji individuale për të fituar favorin e publikut dhe për të shpëtuar nga eliminimet. Kjo do të ofrojë momente të forta emocionale dhe konflikte të natyrshme, të cilat Arbana Osmani do t'i menaxhojë me mjeshtëri si moderatore. Producentët e programit kanë bërë të ditur se sezoni i tretë i Ferma VIP do të transmetohet gjatë muajve të pranverës, duke shfrytëzuar momentin kur audienca është më e prirur për reality show. Çdo episod do të transmetohet drejt për drejt dhe do të pasurohet me materiale ekskluzive dhe skena të pamonstruara më parë, të cilat do të jenë të aksesueshme edhe përmes platformave digjitale. Fansat e formatit nuk kanë nguruar të shprehin entuziazmin e tyre për rikthimin e Arbana Osmanit dhe për pjesëmarrjen e Luiz Elli. Komentet në rrjetet sociale flasin për pritshmërinë që programi të sjellë emocione të forta, momente argëtimi dhe debate të paharrueshme. Përdoruesit e mediave sociale shprehen se kombinimi Arbana moderator dhe Luiz opinionist mund të krijojë një formulë të suksesshme që nuk është parë më parë në edicionet e mëparshme. Në fund, rikthimi i Arbana Osmanit dhe prezenca e Luiz Ellit premtojnë të jenë dy nga elementët më të fortë të Ferma VIP 3. Me emocionet, konfliktet dhe surprizat që do të sjellë ky sezon, audienca ka arsye të forta për të qëndruar e lidhur me ekranin çdo javë. Ky kombinim i moderatores së përvojës dhe opinionistit të ri pritet të bëjë diferencën dhe të vendosë standarde të reja për reality show-t në Shqipëri. Në përfundim, Ferma VIP 3 duket gati të jetë sezoni më i diskutuar dhe më emocionues deri tani, duke ofruar për publiku një përzierje të përkryer të dramës, strategjisë dhe argëtimit.
Rikthimi i Arbana Osmanit si moderatore dhe prezenca e Louise Ellit si opinionist janë dy nga asetet më të forta të këtij sezoni, duke garantuar një përvojë të jashtëzakonshme për çdo shikues. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.